Të nderuar vëllezër, si gjithherë lavdrimet, falënderimet kulmore i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij një herë ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet, uratat, bekimet qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë se vetmi që meriton madhru është Allahu Xhalla Xhelaluhu. Ai është Zoti jon, është krijuesi jon, është furnizuesi jon, është i gjithdijshmi, është i plotfuqishmi, është mbizotëruesi mbi çdo gjë, është i vetmi pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Prandaj vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij një herë ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet më sinqerta qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Prandaj me zemër dhe me shpirt dëshmojmë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi që meriton madhru është Allahu Xhalla Xhelaluhu. Nëse Muhammedi alayhi salam është rob dhe dërguar i tij. Atë që udhëzon Zoti o vëllezër ndarshëm s'ka kush që humb. Kurse atë që humb ai pasi që për këtë me vetë dëshirë të tij përcaktohet, nuk ka udhëzues për të përveç Allahu Xhalla Xhelaluhu. Lusim Allahun fuqiplot që ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon edhe në xhenetet e tij nesër kur do dalim para tij ditën e gjykimit. Vëllezër ndarshëm. Para se me shpjegoj ato për që kam për qëllim, ata që janë jashtë në diell të fal, lësh djergën poshtë se ka mundësi që do të ketë vend, ndoshta edhe në podrum poshtë. Dhe gjojnë vend atje në mënyrë që mos rrinë diell. Dhe inshallah Zoti i Madhreshëm të ditë nxehtat verës na bën që mu vetë disu, me rujt nderin, moralin, karakterin ton dhe me lutë Zotin e Madhreshëm nga thellësia e shpirtit dhe zemrës, o Zot mbrona nga temperaturat dhe zjarri i xhenemit. Allahumma amin. Vëllezër ndershëm, pas një muaj ditë, gjithsesi 29 ditë, një muaj i hënori quajtur me emrin Ramazan, një mysafir i veçantë nga Zoti i Madhreshëm, pam që pas atyre momente të lumtura që kalum, pam se u kënaqëm me lejen e Allahu Xhalla Xhelaluhu. Dhe vërtetëm se aq shumë u kënaqëm në Ramazan, sa që njeriu pyetke. Pse po kënaqëm ka shumë në Ramazan? Një njeri di shumë u përgjigj dhe tha, u kënaqëm në Ramazan për arsye se ju kthyem qëllimit për cilin na ka krijuar Zoti, ajo është adhurimi ndaj Zotit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu po thot në Kur'an, nuk i kam kriju as xhenet as njerëzit për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua. Kur në Ramazan ju përkushtum ibadetit, adhurimit, agjerimit, leximit Kur'anit, veprave të mira, sadakas, sadakatul fitrit, zakatit dhe veprave të mira dhe faljes së njerëzve dhe mëshirimit njerëzve, gjitha këto vepra të mira na bënën që na me fluturu prej gëzimit dhe mu kënaq dhe ndjetëm një lloj kënaqësie dhe tham, çka u bë me neve? A jemi të njëjtë njerëz që jemi kon para Ramazanit? Jo, a ishim të njëjtë. Por Allahu Xhalla Xhelaluhu në dha një energji, një potencial, një mundësi që na mi mush zemrat tona me iman dhe besim. Kishte mundësi e mirë për ne vëllezër ndershëm dhe nuk ishte qëllimi që na me këtë gjendje shpirtërore me vazhdu vetëm në Ramazan. Po edhe çka pas Ramazanit edhe pas Ramazanit. Edhe pas Shevalit. E kështu të gjatë gjithë vitit deri sot vije Ramazanit tjetër dhe prap të morëm energji të reja. Prandaj aja për cilën na vëllezër ndershëm do të flasim ko të bëjmë me atë se çka pas Ramazanit. Aja që e veçojmë muajin e Ramazanit të vëllezër ndershëm s'ka dyshim se kry vepra e Ramazanit ishte agjerimi. Prandaj Ramazani ishte muaji i agjerimit. Për Ramazanit të vëllezër ndershëm dolën shumë kategori njerëzve. Inshallah do në Zoti që kemi dalë të falën, të mëshirun, të begatun, të mbrojtëm nga zjarri i xhenemit. Për Ramazanit të vëllezër ndershëm disa dolën me disa mangësi, e s'ka njëri pa mangësi. Disa i metën disa ditë pa ja agjeru. Qofshin femra apo qofshin meshkuj për shkak të smundjes, për shkak ndoshta të smundjes, për shkak të lodhjes, tepërt e kështu me radhë. Shëndetit në përgjithësi, për shkak të udhimit disa ndoshta. Për arsye sheriatike po i përmendi. Prandaj hapi parë çka pas Ramazanit të vëllezër ndershëm, i kemi dy obligime. Disa obligohen me kompenzim të Ramazanit derisa të vijë Ramazani tjetër për ditë që ju kanë mbetë,
E ata që kanë mundësi me kompenzu, se ka disa nuk kanë mundësi me kompenzu, dhe grupi tjetër që nuk ka mundësi me kompenzu Ramazanin për shkak të pleqërisë thellë, apo për shkak të smundjes kronike, atëherë obligohet me shpagimin e Ramazanit, duke e pagu për çdo ditë që i ka mbet, ka dyshujtje mesatare apo një ushqim ditor. Kjo është pika e parë që ka pas Ramazanit. Në lidhje me këto vëllezër, Ramazani ka qenë gjinimi ai që i ka dhënë kaq vlerë, kaq të madhe për arsye se Zoti për hatër të Kuranit këtë të mira na i dha. Atëherë agjërimin për mos me harru, pejgamberi alayhis salam na e ka bërë legjitim edhe agjërimi 6 ditëve të këtij muaji në cilin na jemi e që kanë emrin 6 ditë të Shavalit. Ka thënë pejgamberi alayhis salam men sama Ramadana thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal kana ka siyamu ad-dahr. Ai që agjeron në Ramazanin e pastaj e pason me 6 ditë Shavalit, sikur ka agjeruar tër vitin. Qëtë muaj, me njerë mas Ramazanit Shavali, prej ditës për Bajramit, mirë për Bajram nuk agjerojna, së është fest. Ai që agjeron në Ramazanit dhe pason me 6 ditë Shavali, është sikur me agjeru ton vitin, 36 ditë nëse llogarisë. Për shembull, apo 29 ditë që ka Ramazani, 29 apo 30, plus 6, 36 shembull. I bjen o vllazëndershëm, nëse për 20 ditë që kemi agjeru në start për një vepër të mirë, Zoti na shpërblen me 10 sevape. I bjen 360, 365 ditë që i ka viti, atëherë kjo është kuptimi sikur ka agjeru gjithë vitin, sevapi dhe shpërblimi sikur ka agjeru çdo ditë vitit. Prandaj të kuptohemi, kompenzimi i Ramazanit ditë që të kanë met e ki obligim, kurse agjerimi në këtyre 6 ditëve nuk është obligim, është sunet i pejgamberit alayhis salam. Mos të kupton dikush me thonë, na vetë sa dulim prej fortë të shapet në farz. Jo, është sunet, po është plotësim i farzit dhe i shpërblimit që Zoti po don me ta dhënë ty. Kjo është hapi i parë vëllazëndershëm. Te ky hapi i parë çka pas Ramazanit gjithsesi përcjellja e Ramazanit, o vëllazëndershëm, nuk do të më lënë në asnjë moment të jetës tonë për vetë se do të më preokupu se çu shpe e kalojna. A ju kujtohet gjatë Ramazanit hoxhallarët që kanë qenë prezent këtu? Po edhe gjatë Ramazanit të kaluar, po edhe gjatë ligjëratave tjera kemi thonë shpesh për këtij veni që ndryshimi për mirë, ndryshimi fillon nga ti, jo nga ai. Ndryshimi fillon nga vetvetja. Allahu përmes Ramazanit na dha këtë mundësi me paqe ndryshimi, ani pse Ramazani është i begatshëm, i bereqetshëm, me shumë të mira. Prapë se prapë ndryshimi, Zoti po do më ta mësoj që fillon prej teje. Edhe Allahu nuk e ndryshon gjendjen asnjë populli, pa ndryshuar popull vetveten e tij. Prandaj të nis me kësaj pikë vëllazëndershëm, Malik ibn Dinar ka qenë një prej asketëve njerëzve shumë devotshëm. Një ditë a dini çka i thot xhamatit vet? Tha xhamati ndershëm, o vëllazër musliman, orna, tha besoni që nuk kam me pas mundësi, tha kur s'kisha flet. Me pas mundësi me najt qut vazhdimisht kur s'kisha flet. I than pse? Tha se nuk kam qef më nxo vdekja në gjon. Qysh? Tha kam qef më nxo vdekja të bëni vepër të mirë. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë njeriu do të ringjallet në atë gjendje që ka përfundu jetën e tij. Nëse ka vdek duke u fal, do të ringjallet të fal. Nëse ka vdek në sejdë të i bo Zotit sejdë, do të ringjallet sejdë. Nëse ka vdek të lexu Kur'an, do të ringjallet të lexu Kur'an. Nëse ka vdek të ndihmonit varfnit, do të ringjallet të ndihmonit varfnit. Nëse ka vdek të pas mendim të mirë me bëni vepër të mirë, Allahu do ta ringjall në gjendje, thallon nuk du që vdekja më mëzo më ngjon. O vëllazër, kjo është gjendja e njerëzve të mirë, cilët e kanë ndryshuar veten e tyre, e kanë ndryshuar botën, të ndryshuar fillimisht veten e tyre. Çka është gjendja e atyre të cilët vazhdimisht i nxan nata tu bëj gjinohe dhe mëkate? Si nuk mendojnë ata se ka mundësi vjen vdekja dhe i nxan në gjendje? Çka do t'i thojnë Allahu xhalla xhelaluhu kur do të ringjallën tu i bëj Zotit gjuna dhe ditën e gjykimit? Si ka me aftu, Zoti thot, a nuk mjaftoi dunjaja me bëj gjuna, tashun po të ringjallë dhe prapë po bën gjuna? Kjo është gjendje o vëllezër ndershëm që duhet më na preokupu neve. Elementi i dytë
Elementi i dytë të vëllezër ndershëm, mos e presh ato që ke ndërtu gjatë Ramazanit. Atë murin e devotshmërisë dhe punëve të mira që ke ndërtu mos e presh. Atë shtëpi dhe institucion punëve të mira dhe ibadetet sipërmes cilave Zoti ndoshta e ka shkruar emrin tan për banorëve të xhenetit mos e presh. Mos i birvi kaderit dhe caktimit të Zotit. Mos i bir shkelëm gjithë atyre veprave të mira të cilat i ke bërë gjatë muajit Ramazanit. Mos u bëj si ajo gruaja e cila ton ditën punoi me grep ton natën e preshke. Dhe Allahu e pruni shembull në Kur'an. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Dhe mos u bëni si ajo rrobashepsi e cila ton ditën punoi ton natën e preshke. Zoti na apruni këtë shembull Kur'an, prandaj kthimin me kate dhe në gjunohe pas Ramazanit dhe në pasivitet dhe larg adhurimit të Zotit të madhreshëm o vëllezër ndershëm, na bën neve me kon ata njerëz që jetojmë pa qëllim një jetë. Prish, ndërtan, edhe gjithherë jetë në njëjtin vend dhe nuk i mundësi me ndryshu. Prandaj porosia e dytë o vëllezër ndershëm është me kon i vazhdueshëm në ibadet dhe në adhurim edhe pas Ramazanit. Se Allahu është Zoti i Ramazanit, por është edhe i Shevalit edhe i muajve tjera. Kulmi kësaj thot Zoti në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuro Zotin tënd deri sot vjen vdekja. Deri sot vjen yaqini, emri i vdekjes në cilën nuk ka kur fare dyshimi. Dhe elementi i tretë dhe i fundit o vëllezër ndershëm, dije se adhurimin që ke bërë gjatë Ramazanit mos të mashtron. Se akoma nuk e din ato ka pranu për më gëzu, apo tu ka refuzu e ke dështu për më idhru edhe më mërzit dhe më ngushlu. Prandaj Allahu xhaleshon në Kur'an, Abdullah ibn Mesudin i dit, dikush e lexon një ajet Kur'anit dhe çon nga frika për Zotin. I than: "O Abdullah, ti je sahabi shok i pejgamberit alayhis salam. Ti je kështu ke bën një punë të mira. Edhe nëse ti frigohesh, po na thonë po frigon, thash një ajet i Kuranit që më frigon mu për mos me konën a mu mashtru me vepra të mira. A cili është ajet? Tha: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kjo është realisht është fjala që njëri prej birëve të Ademit, i cili ishte viktim, i tha vllaut vet, i cili ishte larg rrugës Zotit, tha: "Unë s'kam faj që mu pranu kurbanim, se Allahu e pranon prej njerëzve devotshëm." Tha dhe kjo është ajeti që më bën më frigu se nuk pedia jam prej njerëzve devotshëm apo nuk jam prej njerëzve devotshëm. Një njeri e pyeti pejgamberin alayhis salam dhe i tha: "I dërguari i Zotit, nëse një njeri bën xhihad, luftë në rrugën e Zotit, për mbrojtjen e vatanit dhe shtirimin e vendit të tij dhe për ngritjen e fjalës së Zotit, po e bën për dy qëllime. E kërkon shpërblimin e Zotit, që është grada e shahidit, por krahas kësaj ka qef pak me fitu grada. Tjetër mi thon komandanti, filan komandanti. Filani i forti. Bosi." Tha: "Ka shpërblim?" Tha: "Nuk ka shpërblim." Se Allahu nuk e pranon veprën përveç aja që është e sinqert. Allahu nuk e pranon veprën për vetëm atë vepër që është e sinqert. Prandaj vëllezër dashur, lutni Zotin e madhreshëm që o Zot, bënë që agjerimin tonë që kemi bën me kon agjerim i sinqert për hatër tan. Veprat dhe leximin e Kuranit dhe çdo punë të mirë që kemi bën sinqerisht për hatër tan. Gabimet, lëshimet që kemi bën inshallah Zoti na i falë vëllezër ndershëm. Dhe lutni Zotin me këtë njetë shokët e pejgamberit 6 muaj para se marr Ramazani, o Zot mundsona me mbri Ramazanin. 6 muaj pas shkurës Ramazanit, o Zot pranon Ramazanin. Kjo është shaja e njerëzve devotshëm. Kjo është shaja e njerëzve devotshëm, cilët nuk rrinë sigurt e kun kryer Ramazanin e fitova xhenetin. Kush tha që fitova xhenetin? Kush tha? Shpresoj thuj mëshirën e Zotit, dashurinë ndaj Zotit, shpresë prej Zotit dhe frikë prej Zotit. Këto janë komponentët e adhurimit sinqert ndaj Zotit. Dhe për fund të vëllezër ndershëm, si reflektim i gjithë asaj që tha, a më rëndësishme është forma dhe trupi. Ramazani vëllezër ndershëm ishte mësuesi më i mirë që na tregoi neve se më i rëndësishëm është shpirti. Se njeri kënaqet me shpirt, jo me trup. Njeriu kënaqet me thelb, me përmbajtje, jo me atë livorën e jashtme. S'ka rëndësia ja. Nuk ka rëndësia ja nëse thelbi është mrena i krëmt.
nëse thelbi mrena është i krymt, nëse zemër s'ka sinqeritet. Prandaj vëllezër ndershëm, me pas trupi më rëndësi se shpirti kur të vdek njëri, nuk e kishin varros trupin po shpirtin e tij. Po trupi varroset në tokë dhe shpirti ngritet lart tek qielli. Ngritet lart në qiell tek Zoti i Madhreshëm. Sa njerëz o vëllezër ndershëm janë të njohur në tokë, po si një qielli. Sa njerëz janë të njohur në tokë, po nuk i një qielli. Sa njerëz janë pa njohur në tokë, po i një qielli, i një Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj lut në Zotin, o Zot, bën atë njohur tek te, edhe nëse nuk na një toka. Bën atë njohur tek te, se tek te është kthimi. Trupi ju në kthehet në tokë dhe atë han krymi. Po tek te është kthimi jetë. Prandaj për këto vëllezër le të punojmë dhe krejt kjo çka pas Ramazanit, në mënyrë që të jemi të vazhdueshëm me adhurim siç ndaj Allahu xhalla shanu. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.